ditën e djeshme u nda nga jeta ish-kryeministri Fatosnano. Keni një konsiderant për... Ka ikur një armik i betuar i kombit shqiptar. Dje, ka ikur një armik i betuar i kombit shqiptar. Një agent i agenturës greke, shërbyer si agenturës greke, dhe unë kam rast personal që kam debatuar me atë njeri në hotel Divani Karavel në Athinë në vitin 2004, që ka qenë qershore i 2004 në mos gaboj, që erdhi para zgjedhjeve që do bëheshin këtu në Shqipëri për fushat. Dhe mbasi e pritëm një orë e ca në sallën ku do bëhesh, ku ishin mbledhur emigrantët shqiptar, erdhi i bër full me alkool dhe midis tjerash, prezent ka qenë Bashkim Zeneli, ambasadori i Shqipërisë në atë kohë, në Greqi, tjetër komunist, ai më komunist se këta. Dhe tha që kishte për të thënë, vajti një 4-5 veta me copa letre, kështu që u ngritën dhe i thurën lavdi Fatosnanos, e pa që mbaruan ata, kërkova lejen. Tha Bashkim Zeneli, mbaruan diskutimet, tha si mbaruani, thash. Nëse kemi komunikuar me kryeministrin. Do ta dëgjojmë një çfarë, të na dëgjojë një çfarë kemi për të thënë dhe pastaj këto që ju them zotëri qytetarë shqiptar, janë në arshivin e Top Channel dhe të televizionit shtetëror të Tiranës. Diku i kam dhe unë të regjistruara, por atje e keni pas fare. Dhe them zotëri foli dhe tha populli shqiptar, tha midis të tjerash, populli shqiptar tha ka jetuar dhe jeton prej shekuj në harmoni të plot me minoritarët grek në Shqipëri, të cilët jetojnë në trojet e tyre. Kur tha fjalën në trojet e tyre, mua më ngjesh leshemisht e kokës, thash çfarë po bëhet këtu? Edhe i thash, më lej? Tha mbaruan diskutimin, tha jo, thash kemi folur, s'kam folur, i thash, që na dëgjoj kryeministri çfarë do themi. Zoti kryeministri, thash, në fjalën tuaj ju thatë midis të tjerash që shqiptarët kanë jetuar në harmoni të plot me minoritarët grek të cilët jetojnë në trojet e tyre. Mund të ma shpjegoni këtë fjalë në trojet e tyre, zoti kryeministri, thash? Ai u bë me njëre esëll, me njëru përmend, tha, shiko, si quheshin, tha mua, unë quhem Zaci Islami, thash. U papu në tani, zotëri, tha, unë duhet të bëj debat me ty, tha. Duhet të bëj kështu konferencë shtypi me ty, tha. Zotëri, tha, në vitin 91, në korrik të 91-shit, me 7501, tha qytetarë shqiptarë dhe fshatarë minoritarë, morën toka, tha, dhe ndërtuan shpinë, tha, në këtë kuptime, thash unë, tha. Pra, në moment e drodhi, sepse e pa që doli një zë atje në 2000 vetë që ishim atje në salë, doli një zë dhe i tha, zotëri, ku ti thua ti në trojet e tyre? Asnjë tjetër nuk foli. Kështë sa doja atje njerëz me shkollë, edhe bashkëfshatarë të mitë, dhe janë të gjallë dhe sot e kësaj dite bashkëfshatarët e mi. Nuk u ndihen. Veç kësaj ishte ai Fatosnano, ai spiuni grekut, që në Kret deklaroi dhe tha, çfarë kërkojnë kosovarë, tha, çfarë kryeqyteti kërkojnë, tha, kur kryeqytetin e kanë, tha, në Beograd. Këto janë të deklaruara, këtë paktën të Beogradit e dini tërë. Atëherë pse duhet ta respektojmë atë njeri? Më thoni. Thjesht iku një tradhtar, një spiun, një fytyrë e konsumuar spionazhi dhe spionllëku nga politika shqiptare. Ka lënë metastazat e tij mbrapa, nuk diskutohet, dhe ky që Fatosnano, asnjë cilësi nuk pati dhe nuk bëri në mbrojtje të interesave të popullit dhe të shtetit shqiptar. Të tëra, çdo gjë që ka bërë në interes të grekut. Gjithçka që ka bërë në interes të grekut. Avokatët thonë, dhe janë të shumtë ata që thonë që zoti Nano bëri reforma shumë të për shtetin shqiptar. Çë reforma ka bërë? Pa më thoni një? Çë reformë? Kë reformë? Reforma ishte lejimi bankave private. Pra shqitjen e ekonomisë shqiptare në duar të bankave greke, se ke bankën e Pireut, ke një 3 banka greke, bankën e Pireut një, ke atë janë 3 banka greke që operojnë në Shqipëri, dhe gjithë valuta dhe djersa e popullit shqiptar nëpërmjet bankave greke shkon në Greqi, zotëri. Pra, vetmja gjë që s'duhej bërë ishte lejimi i bankave të huaja të operojnë në Shqipëri. Nuk duhej bërë. Këtë e bëri
në interes të atyre. Asnjë s'ka bërë në interes të shqiptarëve. Se ju mendoni që s'ka asgjë që ka bërë në interes shqiptar? Absolut, më thoni një veprim që është bërë në interes të shqiptarëve, dakord, do ta pranoj. Jo. Shpesh qytetarët thonë që në kohën e Fatosnanës kanë qenë shumë herë më të pasur se në këtë kohë. Kanë qenë më të pasur shqiptarët atëherë? Kanë pas më shumë lek në përduar. Po, e di pse kishin më shumë lek? Sepse lulëzonte hashashi, lulëzonte droga dhe ajo heroina dhe kokaina, pra të ishin më të pasur. Edhe nuk kishin ikur të tërë shqiptarët, siç kanë ikur tani që është boshatisur Shqipëria. Tani u boshatis me këtë sharlatanin tjetër, me këtë Karagjozin, Edi Ramën. Tani në Shqipëri s'ka metur më kush punojt, me çfarë do pasurohet? Tani Shqipëria mbahet me lekët që dërgojnë emigrantët, lekët e të cilëve shërbejnë dhe mbajnë në këmbë një regjim gjakatar siç është ky, që bën gjithçka në dëm të ekonomisë shqiptare dhe në dëm të qytetarëve shqiptarë. Këtë po bën kjo qeveri dhe këtë bëjnë parat tuaja të nderuar vëllezërit e mi emigrantë, që u vjen keq që them ktheuni mos u kthefshi, nuk ta them që të mos ktheheni vërtet. Po e them sepse më dhëm shpirtu kur e shoh që s'ka njeri fare në përfshatra. Fare gjikundi kur Velesi është boshatisur. Na, s'ka mbetur njeri. S'ka mbetur njeri. Kur Velesi që ke prodhuesi më i madh i bulmetrave në Shqipëri dhe i mishit. Tani s'ka më njeri, nuk gjen një pul në Kurveles, jo më të gjesh kope me bagti. Pra këtë politik bëjnë këta këta masonët, ose njerëz të shitur të masonët, tek anti-shqiptarët më të mëdhenj që kemi sot në botë. Avokat, ka pasur shumë zëra dje dhe sot figurat njëra publike që e kanë vlerësuar zotin Nano. Unë nuk e di kush janë këta zëra dhe çfarë kanë thënë, ç'të mira kanë thënë për këta. shembull. Po Berisha që ka vjedhur bashkë me të, që kështu mos e vlerësoj Berisha, ç'a bëni kështu? Berisha është më anti-shqiptar se sa Nanua. Qej zoti për një gjë, u mbështet dhe nga jashtë që të mbulonte atë fytyrën e vërtet të ujkut, kishte vënë lëkurën e qëngjit dhe u tall me shqiptar disa shumë vjet. Midis atyre që ka tallur ai jam dhe unë, se e besova duke menduar që ishte i djathtë. Dhe madje për këtë më kanë akuzuar, më kanë thënë ke qenë me Berishën se ke vajtur e ke folur me të në kamës. Po, vajta për të në kamës, duke besuar që ke antikomunist për ta ngritur popullin në përmbysje të Edi Ramës. Ku e dija unë se ai që më Edi Ramës se Edi Rama. Pra këta e mbështesin ato Fatosnanën, nuk e mbështesin njerëzit e zgjuar, nuk e mbështesin patriotët, nuk e mbështesin ata që u dhëm Shqipëria, absolutisht jo. Ata thonë këto që thash unë, dhe unë ditë të them kaq. Kur deklaron, se harrova diçka të thoshja, kur ishim në Athinë, që foli Fatosnanua, në krah të djathtë të tij kishte nën kryetarin e Bashkisë Athinës. Dhe kur ai tha populli shqiptar, populli minoritar jeton në trojet e veta, nën kryetari Bashkisë Athinës si vajti buza vesh më vesh nga kënaqësia, nuk dinte si të bënte. Kur 2 minuta më vonë, kur ndërhyra unë dhe ai, se këto janë të dokumentuara, se do thonë njerëzit mburret këtu, jo, e kam të dokumentuara këto i them. I thash ç'është kjo që thua, na i bëre vendas aty, edhe ky e mohoi që tha e kisha fjalën për shtëpitë që ndërtuan thanë tokat që u dhash 7501. Atëherë në kryetari Bashkisë Athinës u zëmundzi, u bëster dhe u ngreiku. Ky që Fatosnanua. Dhe këta janë ata që e mbrojnë dhe që e vlerësojnë dhe që kanë shpallur dhe ditëzje. Jo të nderuar qytetar shqiptar, nesër të dalim të hedhim vallet e shesit Skënderbej, se u qërua, u zhduk një anti-shqiptar, një antikombëtar. Pik. Avokat, ka pasur raportime në media që prokurori i prokurisë së posaçme, zoti Dritan Prençi, është kërcënuar, i cili është dhe hetuesi, po themi që ka dosjen e Belinda Ballukut, është kërcënuar, madje atit janë shtuar 6 batikar dhe kanë marrë në mbrojtje. Mendoni është e vërtet apo është lojë? Këto janë qesharake, shumë qesharake. Kush e kërcënoi? Kur dhe ku dhe si? Janë shumë pyetje që duhet të përgjigjet zoti Prençi. E kërcënuar me telefon, e gjen me njëherë. E kërcënuar në rrugë, automatikisht e zën me njëherë. E kërcënuar me një të tretë, me një të katërt, si doj ta kenë kërcënuar me njëherë gjendet, po të duan ta gjejnë.
por nuk është kështu. Këtu ata i thurin këto legjenda urbane për të thënë që shiko se ne po e bëjmë punën aq mirë sa që na kërcënojnë, kush i kërcënon. Dhe ta marrim se i kërcënuan, e di kush i kërcënon, njerëz të Edi Ramës. Askush tjetër, kush do ta kërcënojë? Avokat, flitej që kryeministri Rama ka pasur një bisedë me Dritan Prençin, siç ka deklaruar dhe kreu i Partisë Demokratike zoti Berisha, ku ai ka kërcënuar direkt prokurorin Prençi. Besoni që mund të ketë ndodhur një bisedë e tillë? Kush e ka kërcënuar? Rama ka marrë në telefon Prençin. Çfarëdo që të thotë Sali Berisha, unë e shumëzoj me zero se gënjen. Është mashtrues ordiner, tashmë ordiner, mashtrues që nuk i besohet më asnjë gjë. Ai i thur legjendat në shtëpi të tij në darkë edhe i thot në mëngjes në konferenca shtypi. Sali Berisha e di që ka të njëjtin fat me Edi Ramën. Do gjykohen dhe do vënë në burg. Dhe burgun do ta bëjnë në Amerikë, jo këtu. Avokat, ditën e djeshme në prokurorin e posaçme u paraqit zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Çfarë komenti keni për gjithë këtë vendim të SPAK-ut për ta marrë të pandehur lidhur me tunelin e Llogaras? Në kodin penal të Republikës, në kodin e procedurës penale të Republikës së Shqipërisë, një person kur merret i pandehur, automatikisht duhet të arrestohet. Sepse është i pandehur. Është tjetër person në hetim, që thirret her pas here dhe jep shpjegime për ato probleme të cilat ngrë prokuroria në adresë të tij, dhe tjetër gjë i pandehur. Të merret i pandehur një person do të thotë që ka kryer një krim, që ka shkelur një ligj dhe përpasoj ai duhet arrestuar. Mirë, po në Shqipëri kemi dy masa e dy qëndrime. Kemi tjetër kod procedure penale për gangsterët që udhëheqin shtetin shqiptar sot që qeverisin, dhe për qytetarët e thjeshtë që për një cigare hashash arrestohet dhe lihet me vite në burg. Pra, SPAK-u nuk duhet ta linte të ikte pa hekura, po duhet ta arrestonte, ta çonte në qeli. Kjo është drejtësia. Pse nuk u mor një vendim i tillë, avokat, sipas jush gjithmonë? Sepse SPAK-un e komandon kryeministri, është në pushtet akoma ai. Është në pushtet ai dhe ca ditë akoma. Po ta komandonte SPAK-un kryeministri, nuk do e çonte fare Belinda Balluku në SPAK. Po atë se bën dot, sepse janë faktet, janë provat, janë mbledhur, kanë doset mal ata në SPAK. Thjesht po kaq ka në dorë të bëj, kaq e bën. Kaq ka në dorë të bëj. Komandon ata prokurorët e SPAK-ut, të thotë nuk do ta arrestoni dhe pikë. Dhe ata, si burrat mirë që janë sement mirë, si servil, edhe frikacak të mirë që janë, shumë frikacak të mirë, nuk zbatojnë ligjin, po zbatojnë urdhrin, sepse ne akoma vazhdojmë, për inerci, vazhdojmë të qeverisemi me urdhra. Kam parasysh këtu urdhrin që u dha për vaksinimin e popullsisë shqiptare, dhe të botës, po kryesisht flas për ne këtu në Shqipëri, që thoshin ka dhënë urdhër kryeministri. Zotëri, s'është ky kryeministri që jep urdhër. Shteti qeveriset me ligje, jo me urdhra. Mirë, po në Shqipëri vazhdon akoma qeverisja me urdhër. Po dha urdhër kryeministri, mbaroi u bë. Kjo është fatkeqësia jonë. Çfarë votëren në paraqitjen e saj në SPAK në momentin që ajo u fut në prokurorin posaçëm? Nuk e them dot ashtu si e gjykoj unë fytyrën e saj. Po ajo tregua cinike. Ajo buzëqeshte, pa pikë turpi. Të tëra gratë dhe femrat e asaj kategorie, kur i zë matë qeshin, dhe se kanë problem. Dhe ajo qeshte. Si ato qeshte. Dhe qytetarët shqiptare kuptojnë mirë se ç'dua të them. Avokat, çfarë mendoni ju se pritet të ndodh për Belinda Ballukun tani që ajo u more pandehur, dhe a mendoni që Rama do e shkarkojë siç bëri me Arben Ahmetajn? Nuk ka nga e mban Edi Rama. Edi Rama do iki bashkë me të me sa shofun, edhe me ç'duket nga zhvillimet në vend. Edi Rama do iki bashkë me të. Kanë vjedhur bashk, kanë grabitur bashk, kanë mashtruar bashk, i kanë bërë të tëra bashk. Dhe kur them të tëra, këtë merren në 100% të tëra i kanë bërë bashk. Kështu që Edi Rama është me të. Kur thoni Edi Rama është me të, ju thoni që SPAK-u mund të shkojë deri aty sa të
marrë Pandor dhe kryeministrin sipas jush? Do vej ora i do ta marrë dhe kryeministrin Pandor, po duhet bjerë qeveria, po u arrestua dhe kjo, se prandaj se arrestojnë këtë. Duke arrestuar dhe këtë aktualisht qeveria ra, sepse dy zvendës kryeministra marrë narratin, përjashtojnë nga puna, shkarkohen për vjedhje, për mashtrime dhe për vetësime. Spaku ka atë tjetrën sëmundin e madhe, që nuk e shëron dot, që nuk merret me parat, po merret me letrat. Jo, zotërin Spakut, jo. Nuk jemi dakord me ju kështu. Ju duhet të ndiqni paran ku shkon paraja, ku kanë vajtur parat e popullit. Se janë këtë Bir Selmani nënës këtë qaj më parë, tuneli Llogaras, inceneratorët, tigrat, nuk i mbaj mend të tëra që kanë vjedhur e që kanë grabitur këta. Nuk mund t'i kujtosh edhe ti numërosh të tëra në një intervist në qerekore 20 minuta që bëj me juve. Këta janë që nuk ka ku t'i zërqeni. Kaq poshtë kanë rënë, kaq të pandershëm janë në marrëdhënien me popullin. Populli shqiptar floj gjumë, popullit nuk u bët vonë fare që po e vjedhin, po e grabisin ditë për ditë. Ditë për ditë po vjedhin, ditë për ditë marrin prona, ditë për ditë bëjnë VKM-ra, firmos ato papet ai Karagjozi që quhet kryeministër edhe këtu jemi. Avokata, duhet kishte dhënë dorëshin Belinda Balluku? Me njerë duhet të jap, edhe akoma edhe nuk është, ajo nuk mund të jap dorëheqjen sepse s'ka nga vete, po dorëheqjen duhet të jap se s'bën, sepse do t'i nështrohet hetimit dhe akuzave që i bëhen. Po këtu është vendosur diktatura, duhet të kuptoni një gjë. Partia nuk i dënon njerëzit me drejtësinë e ligjit dhe të kushtetutës. Partia e njerëzit i dënon me drejtësinë e saj. Vetëm kur i prishet, kur i mete qefi njëshit, dikur kishim Enverin, tani kemi këtë mostrën tjetër, këtë Karagjozin, Edi Ramën. Vetëm po i prish qefi ati dënohen ata krerët edhe drejtuesit e partisë. Të tjerët jo, po se prish qefi ati nuk dënohen. Dhe të vjedhin, të vrasin, të bëjnë qarë duan. E din ai, gjithë bota dhe të thonë, tha njëra njëherë e ka mirë me të zonë. E kanë mirë me shefin. Dhe për çdo gjë vuri veshin, këta nuk thonë kryetari ose sekretari, po thonë shefi. Shefi ka zënë vend fjala shefi që nga komuna, edhe që nga kryeplaku i një fshati në Humbëtir, deri këtu në kryeministrinë në presidencë. Kemi plagë të mëdha shoqërore. Janë mbyllur me 10 shkolla në gjithë Republikën. Janë boshatisur qindra fshatra. Po goditet bujqësia, prodhimet bujqësore shqiptare në mënyrë më të pa skrupull. Jo më larg se sot pash në media, zotin Ali Mullaj nga Konispoli, ja harrova emrin si e ka, po pak rëndësi ka, e dinë qytetarët, që shpifen dhe thonë dhe akuzojnë si kur produktet tonat, mandarinat edhe portokallat, janë me hormone apo janë të infektuara e ku diun. Kjo është një veprimtari tërësisht dhe thellësisht armiqësore e Edvin Kristaq Ramës për të goditur prodhimin vendas që të vinë mandarinat dhe portokallat e artës në Shqipëri. Për këtë bëhet, prandaj ju drejtojmë juve qytetarëve shqiptar. Mos besoni këtë propagandë të ndyrë, se e kam thënë, komunistët janë mjeshtra në propagandë, në mashtrime, në gënjeshtra. Këta kurvar politik janë të pa fytyrë. Vete edhe kritikon mandarinat e Konispolit që janë një mrekulli. Pse se duhet shiten mandarinat e eksportuara nga biznesmenët e Edi Ramës e Sali Berishës. Turp të vi. Kemi problem tjetër. Cili është? Kemi arsimin. Çfarë po ndodh me arsimin? Arsimi i shkatëruar fare. Ka ikur disiplina në shkolla, ka ikur edukata, ka ikur respekti, ka ikur çdo gjë. Shkollat janë kthyer në objekte tregtie. Pra shiten notat për të marrë mesatare, dhe shitet trupi
lartë në universitet për të marrë atë fakultetin. Këto bëhen. Se jo më largë se para 3 vjetë sa u bën që doli në media që pedagogu i thoshte studentes do vish, kur të vish të japësh provimin do shikosh në tavan. Këto janë hyneret e kësaj klase politike komuniste që po qeveris Shqipërinë. Se janë komuniste të pushtet, pa diskutim. Pas një pikë, pas një presje. Avokat në Tiranë ka qenë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, ku ka takuar drejtuesit e SPAK, Dumanin dhe Brown, Klodian Brown, ka takuar ministrin e brendshme të Shqipërisë, ka takuar ministrin e drejtësisë, ka takuar dhe Gazmend Bardhin dhe Belin Kolliçi. Çfarë vini re tek kjo vizitë e ndihmës sekretari? Do ta filloj nga këta të dy të fundit. Këta kot nuk e di pse i ka thirrur dhe çka biseduar me ta, sepse këta s'kan asnjë vlerë në politikën shqiptare. Fare, sepse s'ka më opozitë në Shqipëri, kemi thënë, është fakt dhe nuk e konteston dot kurkush. Ndërsa që ka kontaktuar me ministrin e brendshme, me nuk e di, drejtorin e policisë shtetit e ka takuar apo jo, se di, që ka takuar këta të SPAK-ut e tjerë, gjithë këta personat që merren me zbatimin e ligjit, do të thotë që ka ardhur dhe u thotë zbatoni ligjit dhe filloni me njëherë arrestimet. Unë kështu e kuptoj. Unë e kuptoj që duhet fillojnë arrestimet me njëherë, në mos kanë filluar që sonde në darkë. Edhe të vazhdojnë nesër pas nesër. S'mban më ujë pilafi, amerikanëve u ka ikur durimi, unë e shoh. Këta potale, ky e dirama po u bën kashillëk për ditë amerikanëve dhe ose marrë pse, ore pse asgjë ju, po i drejtojmë juve të ambasadës amerikane në Tiranë. I raportoni këtë situatë ju në Washington apo se raportoni? Dhe si shpjegohet që ju nuk ndjeni për me këtë karagjos që po qeverisë Shqipëri dhe po vjet në të 4 anët. Ne zotëri jemi në një situatë të tillë dhe në një klim të tillë që duhet urgjentisht të kthejmë pronët e Zotit, të urgjentisht të abrogohet ligji 7501, ligji vëllavrasës, ligji që vret shqiptarët, të kthehet pronët e Zotit. Unë prapë u bithirje emigrantëve shqiptare. Ktheuni more në vendin tuaj, ktheuni more në Shqipëri, po nuk u them ktheuni votoni për Fatosin apo për Salihun, se këta një markë janë të tërë, këta një EPG janë të tërë. Po ktheuni dhe dilini zot pronës, ktheuni dhe merrni pronat tuaja që ua kanë marrë me ligj, merrni me forcë. Merrini me forcë pronat tuaja se i keni letrat dhe i dini ku i keni. Mbroni pronat tuaja, mbroni shtëpitë tuaja, mbroni tokat tuaja. Ktheuni, u them, dilini zot vendin se aty e keni perëndimin. Shkoni kur të doni, por nëse do mini pronat tuaja do t'u jetë lind nevoja për t'i kur jashtë, sepse në Shqipëri po vinë dhe po shiten vetëm produkte serbe dhe po goditjet në mënyrë më të pandershme, më kriminale prodhimi vendas. Ktheuni, u them emigrantëve, prap, ktheuni. Avokat, ju përmendët pak që duhet kishin filluar arrestimet dhe madje të fillojnë që sonte. Për kë keni fjalë? Që nga para Belinda njerëz se s'bën. I dyti Sali Berisha që nuk e kuptoj pse e lën të lirë dhe Barbalis ditë për ditë dhe jep konferenca shtypi mashtron gënjen shqiptar që ajo detyrë ka marrë. Sali Berisha është vënë në krye të opozitës shqiptare vetëm për të goditur opozitën e vërtet. Dhe opozitën aje ka goditur në mënyrë eksplicite, këtë e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer për ata që e kanë vënë, halali pas ato para që merr nga Beogradi dhe nga kushdo që i merr. Dhe duhet që urgjentisht të marrin pushtetin shqiptarët e mirëfillt, shqiptarët patriot. Mos shkojmë më larg. Vjen ish kryeministri grek në Këlqyr dhe bën vizitë te varret e dëshmorëve grek, të ushtarëve grek. Zotëri, kush tha që janë ushtarë grek ata? Çfarë analizë është bërë? Çfarë marrëveshje ndërkombëtare është bërë? Çfarë ashtu dokumenta janë nënshkruar? Asnjë gjë. Të tëra këto i ka bërë Ilir Meta me Sali Berishën. Dhe ata i vendosën atë që banë në Këlqyr, të cilin duhet ta heqim me çdo kusht. Varret e grekëve duhet të qërohen nga toka shqiptare, po këtë tradhtie ka bëri pari në veri në 56 kur e bëri, që lejoi varrezat e grekëve në Bularat, të Gjirokastës, në Dropull.
Dhe që aty, se ai e ka bërë marrëveshjen e parë dhe vazhdon akoma marrëveshjen që ka bërë Greku me grekët, Enveri me grekët. Pse? Pse e them këtë? E them sepse lexoni librat e historisë të shkollave, as gjikundi nuk gjen një fjalë që të thuhet se grekët na kanë sulmuar disa herë. Dhe sulmet e fundit kanë qenë në gusht të 49-s. Nuk i thot njeri këto. Fare. Pra, ne e kemi problemin tek udhëheqja e tradhtare shqiptare. Ne na qeverisin spiun të huaj pik, ne nuk na qeverisin shqiptar. Ne në Akademisën e Shkencave nuk kemi shqiptar, ne kemi ca spiun atje dhe ca njerëz të shitur që nuk zbatojnë detyrën për të cilin i paguan taksa paguesi shqiptar, po i binden politikës dhe ideologjisë Çubrilovicit dhe të Megalides. Kjo është situata jonë. Avokat, kush mendoni ju që e ka rallën pas Belinda Ballukut që paraqiten në SPA? Shefi i saj, Edi Rama. Ai ishte kryesori që i bën të tëra. Pa firmën e atij nuk bëhet asnjë. Ka arritur deri aty sa ka marrë hipotekën e ka marrë në kontroll vet. Dhe nuk e vet asnjë dokument në hipoteka, nuk del. Që të marrësh një dokument një vërtetim, certifikat pronësie në hipotekë duhet paguash 5.000 deri në 7.000 euro. Këtë e them me përgjegjësi sepse më kanë ardhur qytetar dhe më kanë thënë na ndihmo se je avokat të marrim dokumenta se kemi tëra dokumentat në rregull dhe përgjigjet e hipotekës janë është në studim. Shkon atje nuk të pret njeri dhe tradhtin më të madhe që ishte bërë këtij populli dhe nuk po ndihet njeri më po. Ore po më habit kjo tolerancë ekstreme e të vdekurve në Shqipëri. Si ore nuk thot njeri pse i mbyllë zyrat zotëri, se unë të kam votuar, të kam dhënë të drejtën, të më qeverisësh, të hapësh zyrën, të më presësh, të më dëgjosh, të të qaj hallin, të ma zgjidhësh hallin ose jo, të më përcjellësh me një arsyetim të ligjshëm, logjik, nëse më zgjidhet ose nuk më zgjidhet problemi për të cilin të vi. Këtu ku të vesh, ky thot, tani kanë zëri dhe tjetër. Tani u drejtojmë juve zotërinj qytetar shqiptar. Bëjni telegrame diellës. Të vi diella të na shpjegoj dhe të na zgjidh hallet, sepse diellën vuri djalli i madh, Edi Rama, djalli vuri diellën dhe po na drejton nëpërmjet diellës edhe nëpërmjet internetit që askush nuk arrin që të zgjidh një problem nëpërmjet asaj të quajturës e Albeni. Avokat, kohët e fundit është aluduar për një takim të mundshëm të zotit Rama me zotin Berisha për të bërë disa ndryshime ku flitet se mund të ulet numri deputetëve dhe krijimi një senati. Zotëri, dëgjoj. Këto janë ardhna që përpiqen të arnojnë anijen e tyre që po fundoset e ka marrë rrugën e fundit të detit. Ata kanë 35 vjet komunistët që bëjnë manovra. Sa herë kanë ndryshuar ata kodin zgjedhor dhe zonat ndarjen zonale të Shqipërisë, zonat e zgjedhjeve. Sa herë? Me 10 herë, sa herë që u intereson, sa herë që u do qefi. E harruat Dushkun? Parlamentin e Dushkut? Nuk e keni harruar, e dini. Pra, këta ato po bëjnë. Duan me çdo kush që të mbeten në pushtet. Or zotëri, të dy ju, ti Karagjozi Rama dhe ti armiku Jegër Berisha. Do shkoni atje ku keni vendin, do shkoni në burg, doni apo s'doni. Unë nuk jam Kassandra, po unë shikoj se si veprojnë Amerikanët, çfarë veprimesh bëjnë Amerikanët dhe e di mirë që juve do të çojnë atë ku keni vendin. Ty Berisha ta treguan vendin se kush po e ke, e di mirë ti. Dhe ti tani mbaj si i mbytur për lesht kokës, po je i mbytur. Avokat, flitet që Rama kërkon që ta kthejë në Republikë Presidenciale dhe vetë bëhet president me kompetenca shumë herë më të mëdha se i ka tani presidenca. Pse mund ta tendencë e njohur për të ruajtur pushtetin dhe për të mbajtur, për të shpëtuar kokën. Do them një anekdot. Dikur, një cjap, doli mbaj një shkëmbi, mbi një shkëmbë dhe tha, sa të mire kam këtë mjekër, tha, për të bërë prift, tha. Pak më tutje, ishte ujku, dhe i thot ujku, po të lash unë ty, tha, do bëjsh dhe spoti, tha, jo vetëm prift, kush e lëra të bëhet president. Me të vërtet e keni
Ai është njeriu më i korruptuar sot në botë, jo në Shqipëri, e do ta lënë të bëhet president. Ajo është gënjen këta që ka me bete, gënjen patronazhistët. Se atë në pushtet tani mbajt patronazhistët dhe policët. Edhe një tjetër se me erdhi rasti këtu. Unë drejtojmë policëve të shtetit. Keni kujdes. Ju policët e policisë shtetit dhe ju gardistët e Republikës së Shqipërisë. Mos bëni gabim nëse ngrihet populli të kundërvjeni popullit dhe të vrisi njeri se mjeri ju dhe familjet tuaja. Se urrejtja e popullit ka vajtur atje ku nuk mban më. Prandaj gjëja më e shkëlqyer është që t'jepni dorëheqje dhe t'i thoni Edi Ramës, zotërinë nuk jemi me ty, do lëm kapellën, do ikim, ne jemi me popullin. Duhet të bëni atë që bën diku policët në Rumaninë, mos gaboj para ca vitesh edhe në Francë. Lanë skafandrat, lanë armët, lanë të tëra, u bashkuan me popullin. Këtë duhet të bëni ju policët e Shqipërisë. Ju që paguani me thërrimet që lën Belinda Balluket me shoqe. Ju me ato paguheni. Kaq. Avokat, kush mendoni që do e pengoj zotin Rama të mos bëhet president? Nuk mund të bëhet. Po kush do e pengoj? Po ata që kanë vënë në krye, ata do ta heqin. Ne e dim kush e vurin krye Edi Ramën. Ata do ta pengojnë. Si sekret, se lën Amerikanët bëhet president ata. Do bëhet president ai. Po çruan Amerika. Qose Amerika lejon dhe këtë, pastaj atëherë të vëmë duart në kokë se na pas ka luftuar dhe Amerika, gjë që besoj kurrë. S'mund ta besoj dhe nuk mund të ndodhë. Pra nuk do ta lënë atë të bëhet president. Ato i hap llafe të kështu për të mbajtur njerëzit në gatishmëri që t'i rinë akoma mbrapa. Jo më larg që sot e petë kishin bërë sot në strukturë, në bazë e kishin kundërshtuar atë të dërguarin që dërgonte Edi Rama te këto njësi të vendore dhe kishin thënë ne do votojmë atë djalin si e ka ai. Florian Binaj. Atë do votojnë. Ja thanë Shqip. Sepse dhe atyre u ka ardhur shpirtin majtundës. Dhe Edi Rama këtë e shikon, sot atë i ka ikur mendje kokës në vendi, nuk dite ku të futi çfarë të bënte se priste një gjë të tillë. Po ai se nuk ka sy ta shohë, se edhe këta që ka rreth rrotull i bëjnë qefin, nuk ka sy ta shikojë që populli i ka vajtur atje ku nuk mban më. Dhe po të jetë i lirë të mos ketëroje, atë e marrën dhe e bëjnë cop në rrugë. Me dhëm do ta shqyejnë njerëzit. Aq u ka vajtur inati ku s'mban më. Dhe dy gjëra ndjesha thosha për Sali Berishën, prapë se mi sodhe ti. Sali Berisha bëri kuti ato zgjedhjet me vota të mbyllura, me kuti të mbyllura, me letra të mbyllura. Pse e bëri këtë, se është demokrat apo se është autokrat edhe autoritar? Pse e bëri? Është autokrat. Është njeri që nuk rrit dot pa pushtet. Nuk e di si do ta ndjej veten kur të vejnë qeli. Se di, se për të vajtur do vej. Se besoni avokat seriozisht që Berisha mund të arrestojë dhe të përfundojë në burg? Unë besoj te Amerika dhe besoj ato që ka thënë deri tani. Unë i besoj. Dhe deri tani, fakti që këtu ka ardhur zëvendës ndihmës sekretari i shtetit, të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që s'ka ardhur vetëm, ka ardhur dhe me specialistë të tjerë dhe ka kontaktuar me SPAK-un, me Ministrin e Brendshme, me këta kohë tjetër nuk e di. Them që Amerika do t'i vërë gjërat e përvende. Avokat, faleminderit shumë për kohën. Edhe unë faleminderit për intervistën.